Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites, ku do të flasim me personalitetin e ditës dhe temën për ditën e sotme. Sot do të ndalemi në të arriturat, sukseset dhe për gjithë karrierën e Rilin Talimanit, të cilin kemi nderin që sot ta kemi në emisionin tonë. Përshëndetje Rilin dhe mirë se na erdha. Përshëndetje Ariana, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që keni ndarë nga dita juaj për të qenë bashkë me neve dhe me shikuesit e televizionit Koha. Me shumë dëshirë kam ardhur, edhe isha barës me të fejorën time edhe thash, patjetër e kam shkoj, thash se e kam qytetit tim. Faleminderit shumë për kontributin dhe që gjithmonë na nderoni. Atëherë të fillojmë prej nga fundi, le t'i themi. Ju keni bërë një bashkëpunim tani shpejt me Klea Qutra nga Dibra dhe kënga titullohet Bërtas. A mund të flasim pak për këtë bashkëpunim, për realizimin e kësaj këngë kaq të bukur? Pikës pari, kënga është pjesë e albumit Unity Volume 2, që i kam të thirrur komplet shoqëninë time, edhe është 20 këngë të zhanre të ndryshme. Edhe Klea është një ndër me keshat e mia të vjetra, ku e kisha patjetër ta kem në pjesën e albumit. Rreth këngës kemi punuar shumë kod gati një vit tërë për tu përmbyll albumi, edhe tash ko pas kohë e lancohen këngët. Këngën e kam punuar do djem nga te Tirana, bashkë me mua, Andrea Dhami që e ka shkruar tekstin dhe melodin, unë edhe Indrit Dodej, një miki im njëjtë, e kena punuar kompozimin dhe orkestrimin, edhe sound engineer. U nda të kënaqur nga ky bashkëpunim, si e priti gjithashtu edhe publiku, nga ajo që kemi parë në rrjetet sociale, ka një feedback shumë pozitiv, por megjithatë ju si ndjeheni? Feedbacku është më shumë se sa e kam pritur unë. Vërtet. Kënga shumë e bukur, njerë këngën e pëlqej shumë, arsye se ka shumë pjesë që janë muzikale, jo thjesht të bëjmë një këngë edhe sa po të nxjerrim diçka. Publiku është shumë i kënaqur, publiku është tepër i kënaqur, edhe kam marrë shumë komente të mira. Shumë e bukur. Megjithatë, ky është një rikthim i mrekullueshëm me një projekt kaq të bukur. Pse vendoset pikërisht që tani të riktheheni para publikut? Albumin e kryeta të parin vjet në qershor duket e kam lansuar, edhe thash, ok, do pres, do pushoj disa muaj derisa këto 10 këngët albumit të parë të qëndrojnë. Edhe kaluan diku te 8 ose 9 muaj, edhe fillova me volumin e dytë, ku besoj thash më mirë duroj një vit gati edhe nxjerr këngë të mira. Arsye e një produkti të bukur. Kam pushuar më shumë ti. Dhe besoj që ja ka vletur ky pushim për të marrë energji pozitive për të startuar me një projekt kaq të bukur si ishte. Këngat të cilën do ta ndjekim pas pak. Por megjithatë unë dua të flasim në këtë emision për gjithë karrierën tënde, sigurisht deri tanishme, për sukseset, për të arriturat. Të ndalemi në një tjetër bashkëpunim, është një tjetër këngë që keni bërë së bashku me Erdorisën, kënga titullohet Akoma. Si erdhi deri ky bashkëpunim? Ky bashkëpunim. Ky projekt është shumë i veçantë. Arsye se Erdorisa është tashmë e fejuara ime. Edhe kur ra rasti i pjesës albumit, thash, ok, thash krejt shokët e mi i kam thirrur brenda, thash gjuna, thash mos e kem edhe fejuar. Ja tregova këngën, pas e kam kryer si demo, thash, ok, dëgjoje, thash kjo kënga, edhe u habit pak. E thash veç ndihmon pak me pjesën e tekstit, disa fjalë mungojshin, ato zbukurime që shit mbi torë që them. Edhe dur një projekt shumë i bukur, klipin e kam veçu vetëm me këtë këngë. Është ka qenë veç një skenë, edhe veç për këtë këngë ka qenë e veçantë. Pikërisht. E përshëndesim gjithashtu edhe ne Erdorisën dhe urojmë që ta kemi në një emision të veçantë për të folur sigurisht edhe për veprimtarinë e saj. Tjetër një bashkëpunim tjetër realisht është edhe Sa Gabime. Për këtë klip me kë keni bashkëpunuar për ta realizuar? Sa Gabime është një këngë që kam lansuar më duket vjet dimrit, besojmë. Kam punuar me është refreni këndon nga një miku imi që është i Tiranës, edhe e kemi punuar bashkë me Twix Production, edhe me di shokët e mi që i kam Gostivarit, Umeinin dhe Dalen. Një projekt që kemi dhënë shumë
energjit madhe. Për videot është Kujdes Vigani, që e përshëndes shumë, që çdo herë kam për krahas të madh për videoklipin. Tekstin e kam shkruar unë, melodinë e kam bërë unë. Edhe ajo këngë nuk e prita të pëlqejet as shumë sa, se thjesht e bëra, thash okay, këngë e mirë është, do e lansoj, po shumë mirë më heci kënga. Nga jo që dëgjoj Rilind, keni bashkëpunuar me artistë nga Shqipëria, Kosova, po me artistët nga vendi ynë, le themi nga Tetova, bashkëpunoni apo pritet që në të ardhmen të keni ndonjë bashkëpunim? Shife, unë e bashkëpunoj me Tetovës, veçanërisht me të Maqedonisë, por të pjesës muzikës për të rinjt. Unë e këndoj vetë në për ahengje familjare, në për dasma, por nuk lansoj këngë dasmash, edhe nuk punoj këngë dasmash. Se ka shumë ka producent këtu që janë në rrethinën tonë që punojnë muzika dasmash. Unë për vete i kam zgjedhur që mos punoj për muzika dasmash. Do punoj muzikë, le të themi, komerciale. R&B, pop, balada, por sa për pjesën e këtyne këngëtarëve që këndojnë muzikë komerciale, po punoj bashkë, si është Leoja, Arianiti, Labi, të në të qovë që kena Ngostivar Hajdari është, Elita, Fjolla, për këto kam punuar këngë se janë komerciale, për ato që më kanë kërkuar për këngë popullore, dasmash nuk kam punuar. Janë këto principe ose parimet të cilat është mirë që çdo artist i ketë ato parimet e veta edhe sigurisht i respektoj që t'jetë i suksesshëm. Por megjithatë edhe dy projektet e tjera siç janë Rrugës i Trishtuar dhe Mori Vash, bashkëpunimet e jashtëzakonshme, këngë shumë të bukura, pse keni vendosur pikërisht këto këngë t'i sjellni para publikut? Sa i përket Rrugës i Trishtuar është një këngë e Eli Farës, që është një ndër këngët më të mira dhe më të bukura të asaj. Edhe dëgjoja, kërkoja këngë që janë të vjetra, por nuk i kanë kënduar tash, edhe nuk i kanë bërë remake. Se di sa kam kërkuar, deri sa e gjeta këngë, thash do e sjell një stil ndryshe. Edhe kur e përfundova si demo, thash patjetër të marr leje për Eli Farës, po Eli Fara ma dashëmirsinë e vet që e kishte, tha gëzofsho djalosha se bukur e ke punu. Që bukur. Lejen e mora, pjesa e albumit parë është Rrugës i Trishtuar më duket, po. Edhe klipin ja bëm masanej, e postova bashkë me videoklip. Asaj përket këngës Mori Vash, kënga Mori Vash është një këngë që e kam punuar më interesant për krejt këngëve tjera. Kam qenë Tetov me punë, thjesht jam kthy në shtëpi dhe më është kujtuar një vijë, një melodi e këngës. Vllavi im ka qenë në studio, ka nejt si vëllezrit e vegjël, ose luajnë loja, ose rinë bëjnë diçka. I thash, veç qohë, thash ma shpejt, tash e kam një melodi, e kam punuar për shumë pak kohë, edhe kënga është shumë e bukur. Është këngë që mu më pëlqen, një ndër këngave të mia më të preferuara është. Realisht duhet të jenë të gjitha artistët kështu, siç përmendet dashamirësinë e një artiste të madhe siç është Eli Fara, që njëri tjetrin ndoshta mos ta shohin si konkurrent, por që të bashkëpunojnë edhe që të përkrahin njëri tjetrin për të pasur sukses. Të gjithë ne si shqiptar, le të themi, të gjithë artistët shqiptar në vendin tonë, por edhe jo vetëm. Këtu tek pjesa e shqiptarëve, artistët e mëdhenj që janë, jo se nuk janë dashamirës, por puna e tyre e dërgon atë pjesën që patjetër e ke ta mbrosh punën tënde dhe projektin tënd, se e ke çpërdorin. Se me që se e merr një këngë të bukur edhe e bën remake, edhe kërkon leje, e shef ai se materiali është i bukur, i mirë, thotë okay, po tash më kanë dalë atë shumë që veç e provojnë edhe bëjnë këngën e mirë e kthejnë të keqe. Po, e ke çpërdorin si këngë të bukur. Rilind, përveç këngëve të tua, ti gjithashtu ke punuar edhe për këngët e të tjerave. Ke bërë gjithashtu orkestrimin e këngës Bubulinës dhe Blondit. Mund të flasim pak për përvojat dhe eksperiencat tuaja që kanë bëjnë me këngët e të tjerave? Unë më shumë gjerë, deri në këto një vjetet e fundit, një vjetet gjithë kam punuar për tjerët shumë. Pak veten e kam lënë ashtu thash, okay, të punoj për tjerët, masanej punoj për vete. Për veten, po. Me çdo këngëtar që kam punuar, me çdo producent kanë dalë mes të kënaqur, edhe produktin final që kam dërguar kanë thënë, okay, të lumt, ja ke arrit asaj që ke thonë. Se përket këngës Blondit dhe Bubulinës, sa është puna që, okay, duhet punojmë, ta nxjerrim një këngë bukur, edhe normal, te muzika është edhe puna e fatit.
Te pjesa e këngës që tash Blondi e ka nxjerr, unë e kam bërë orkestrimin, edhe mix master. Një këngë shumë e bukur për çiftet, që tashmë është bë bujna për TikTok edhe na për dasma. Kam punuar me shumë këngëtar tjerë, si kam bërë mix master për repera ndryshëm, të Shqipërisë edhe të Kosovës, por edhe për këngëtar popullor kam punuar këngë popullore komerciale, për Nexhatin, për Blondin dhe Bubulinën, për Ritën dhe Fidanin, edhe shumë tjerë ka. Por nuk jam tip që dua t'i nxjerr se thjesht, okej, bëj punën, se puna jonë është më shumë të na njohin kolegët këngëtarët, se për punën e orkestrimeve, studiove, se sa publiku jashtë. Tek puna, tek pjesa e këngëtar që këndoj unë, më duhet publiku, jo kolegë të më njohin. Po, është më lehtë apo është më mirë të bashkëpunosh me ndonjë artist tjetër apo të këndosh vetë, për shembull, si solo këngëtar? Kjo pjesë që shtojnë si me i da me i vra. Unë jam rritë me muzikë, këtë se ne moj kur. S'mund të them se, okej, e dua më shumë këndimin se sa pianon. Po s'muj me i daj, sa arsye, unë kur këndoj s'ka shumë s'mos kem një instrument dhe bëj vetë muzikë. Do të shkojnë paralel. Kur e bëj këngën time për ta këndu, e punoj vetë. Pa tjetër e kam, kjo që s'mundit me i da. Nëse vjen puna për me i da, kësha zgjedh, ndoshta ma shumë studiin se sa këndimin. Nëse vjen puna për me i da, edhe zbesoj që vjen. Veç Zoti mos e qohë, se nuk i di. Në një arsye ndoshta më madhore, por mos dash të Zoti. Përveç kësaj dua të ndalem pak në atë që pak më herët dhe ju përmendet ahengjet familjare dhe dasmat të ndryshme. Jeni pjesë e ahengjeve familjare, ju kërkon shumë, jeni në listën e dasmorëve. Si është dhe sa është përgjegjësi që të kujdeseni për atmosferën, le të themi, në një dasëm? Të jeni kryesori i atmosferës dhe disponimit. Sa është përgjegjësi, si e merr në ju? Përgjegjësia shumë e madhe, se çifti që e bën dasmën e kanë veç një herë, edhe ato e duan perfekt. Përgjegjësia unë si këngëtar është t'ua jap maksimumin tim, mos u aprish i dasmën. Të kenë rëndit dasmës, edhe më kryesorja të jenë të kënaqur në fund. Thuajnë po, ja ka vlejt. Se tashmë këto dasmet, besoj se të ka ndodhur ke parë, vinë të këngëtari, dikush i familjes, thire ato, bone këto pritbe, se unë e kom rendin, e asnjë nuk i lejoj, arsyeja se më mirë e di edhe shoh unë prej të skena, se qa duhet bëhet, se sa ndryshe kur luhet veç valle dhe të vish një ide ta japish prej jashtë. Edhe është një përgjegjësi shumë e madhe, unë çdo herë i them dasmove, them, okej, më ke pa asignoj, po 50% unë jam kryesori i dasmës, po masa ne jem 50% misafirët. Unë mund kënoj ton natën, nëse nuk qonë të lujnë, s'kam qa boj unë. Ato nëse lujnë, edhe mos me kënu, unë ato kanë me lujtë. Dhe me thonë, është di anshme. Atmosfera që duhet të kryohet. Të flasim edhe pak për karierën tuaj. Ka pasur ndonjë ngjarje që ju ka ndodhur në karierën e deri tanishme, qoftë në aheng familjar, qoftë në ndonjë koncert, apo gjatë klipeve të ndryshme, që ju ka lënë bresa që donit ta kujtoni dhe ta ndanit me publikun tonë? Qoftë i sikletshëm, qoftë i bukur një moment. Nuk jam njërë që duat t'i nxjerr më pak të senet. Po, sigurisht. Po e kisha cek pjesën e këndimit, ku në Tiranë, kur kam shku me do kolegë kur kam dalë në kafe, e ndëgjova, unë ndjeva në fakt shumë mirë, ku kënga ime luajt e kishin shu me një bar shumë i madh që ishtë në Tiranë. Edhe i thom ati me kujtoj, ma është kënga ime, mu më duket. Po, be tha po. Se arsye radiove që lidhen, unë se kësha prit asnjëherë. Edhe ke diçka që ndjeva sa do pak i kënaqur me punën që e bëj. Shumë e bukur. Dhe kjo është një ndër momentet më të bukura, besoj, që do ta mbani mend gjatë gjithë karrierës tuaj, dhe uroj që edhe më tepër të dëgjohen sa më shumë këngët e juaja, jo vetëm në Tiranë, por edhe në përvende të tjera. Të flasim pak edhe për eksperiencën dhe përvojën në shoqërinë kulturore shqiptare Xheladin Zeqiri. Familja dit. Po, pikrisht, të diskutojmë pak edhe për këtë pjesë. Është një shtëpi që nuk zaventësohet me gjë tjetër. Nuk ka shans. Edhe unë jam falënderues krejt atyne që janë aty. Por momentet e mira, për ato momentet jo të bukura, për prova që i bëjmë për buzëqeshjen, për harmonin, për gjithë shka që ndodh aty brenda, është definitivisht familje e dytë. Është një shoqat që
besoj ka lënë breza, kanë me ardhë breza, kanë me qenë kënaqur, ka me punu. Pjesa e Gjelladin Zeqirit është ikone të tovës, edhe nuk besoj se e mohon dikush ta. Sigurisht, po. Meqenëse se është hera e parë që jeni në emisionin e pasdites, të flasim pak për hapat e parë dhe kush e zbuloi për herë të parë talentin e rilindit që në të ardhmen do të bëhet një yll i muzikës. Unë i kom nismet e muzikës për 5-6 vjeç. Hapat e parë, them këshu, është Gjyshi, ai cili më ka kapur për dorë, më ka thënë, hajde shkojmë në shkollë të muzikës. Edhe se më keshe tani se sa herë takoj me Gjyshin, më thotë, mos më përmend mo se s'du, thotë. Thash, pa tjetër, kam të tregoj historinë e vërtet, s'kam ku shkoj, po. Hapat e para Gjyshi për krahas i madh dhe jo për krahas i madh, se sa herë isha gabim, asnjëherë nuk thonte mirë. Sa herë isha mirë, prapë thonte keq. Kritikuesi më. Ka, po, kritikues. Po ja ka vlejt kritikat e tij, unë ja kom pranuar çdo herë. Normal familja, mbështetja e madhe. 5-6 vjeç ku diku te 14 vjeç vendosa, thash, okej, do vazhdoj me muzikë. Do vazhdoj me muzikë, kam shkuar në shkollën e mesme të muzikës në Tetovë. Ku aty më filloi pak me fillë pjesa e karrierës. Në 2021 mos gaboj, kom marrë pjesë në festivalin e këngës magjike. Edhe tani mo prej atëherë mo veç kam vazhduar të punoj me këngët e mia. Projekt pas projekti, sukses pas suksesi, po megjithatë hapat e parë gjithmonë mbahen me. Nuk harron kurrë. Ke pasur përkrahjen familjare dhe të shoqërisë në karrierën tënde? Shumë e kom patur. Përveç Gjyshit që e përmenda. Përveç Gjyshit që është një ndër më kryesori, po. Normale kam patur familjen time, babin, mamin. Shoqërinë e kam patur çdo herë për krahas. E tash sa herë nxjerrin një këngë, thirrin telefon, e bëjnë share. Do të thonë, ka dikush duhet me thënë thosh, bëj ma share këngën. Sa i përket shoqërisë time, nuk e kam atë. Sa e shohin që kam postu diçka drejt për krajin, sa e kanë mundësi për krajin e vet, ma japin, ato e japin. Unë i falenderoj gjithë. Edhe më shumë tash e kam mështu një përkras këto 2 vjetet e fundit, Erdorisa, që gjunahet ja kom bo zemrën bardhezi. Ama shpresoj që të mduroj. Kam mduru, shpresoj. Edhe e di se kam mduru. Sigurisht do të thirrim në një emision edhe atë për të folur pak a shumë edhe ajo për raportin tuaj edhe njëkohësisht për sukseset e juaja. Planet e së ardhmes, Rilind, ke vendosur diçka, ke ndonjë projekt që do ta publikosh së shpejti ose ja ke lënë kohës dhe të shohim në emisionet e radhës për të folur për ato? Planet e ardhmes, po. Familja kryesore, e para, shëndeti, sa për pjesën e muzikës, derisa të kem forcë, të kem shëndetin, ta kem zërin, nuk kam me undal, nuk pres sukses, nuk më duhet suksesi, deri kur e kam senet ma kryesore tjetës i kam, nuk du me arrit sukses. Nëse s'është për mua, okej, letri, i bëj thjesht se du me i bo. Projekte ka shumë, tash shumë, edhe besojmë bas një muaj, gati se cilin muaj du të lancoj nga një këngë me klip. Deri në shtator, besojmë deri në shtator. Cilët ishte porosia jyte për të gjitha ata të ri që dëshirojnë të merren me muzikë? Çfarë duhet të kenë parasysh? Thjesht duhet ta kuptojnë se çfarë profesionit punosh nuk është e lehtë. Duhet të jesh shumë i fortë edhe i bindshëm, edhe të lutem ndaj emenda në do ato. Është një biznes që këtu tek ne në Maqedoni është pak i lënë pas. Se ndryshe është në Tiranë edhe në Kosovë, është shumë e avancuar pjesa e tregtisë muzikës. Këtu tek ne duhet me të vërtet të jesh durimtar edhe mos dorëzohesh. Dhe si të dorëzohesh nuk është ajo që e ke desht. Kështu që mos u dorëzoni, punoni fort, çdo artist i ri thon kush ka nevojë për ndihmë, për përkrahjet muzikës, këtu më ka. Kjo shumë e bukur. Le të më shkruaje. Shumë fisnike kjo pjesë. S'është problem. Rilind, falenderit shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë, ne të dëshirojmë dhe shumë suksese në të ardhmen, duke uruar që sërish të kemi pjesë në emisionit për të folur për sukseset e tjera që do t'jenë në rrugtimin tënd të karrierës. Faleminderit që na nderove. Faleminderit edhe një herë për ftesën, Erian. Faleminderit stafit të VK-a që janë të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për fjalët e mira.
Atëherë të nderuar shikues, ne këtu kemi përmbyllur intervistën për sot, ndërkaq që në vijim do të ndjekim këngën e fundit, klipin e fundit, të cilën e përmenda pak më herët, një bashkëpunim shumë i bukur në mes të Rilindit dhe Kleës. E shohim bashkë dhe rikthehemi pas pak.